Përshëndetje, sot jemi në ditën e dytë të panajirit të Dubait të Gulf Food. Është një panajir kryesisht për ushqimin, por në stendat të ndryshme ka perime, ka fruta, ka ëmbëlsira, ka pica, ka produkte nga gjithë ndryshme, nga gjithë bota. Mbrapa nesh është një kompani e madhe nga Australia e largët, që ka produkte pafund, ëmbëlsira, biskota, e shumë gjëra të konsumit përditshëm. Më tutje kemi pavionin e madh të Italisë, Mikes ton, kemi pavionin e Greqisë, këtej matan kemi pavionin e Japonisë, e shumë kompani të mdhaja dhe pavionet të mdhaja të shteteve të ndryshme. Pra këtu është e gjithë bota dhe sytë e gjithë pjesëmarrësve të panajirit apo dhe të vizitorëve të Dubait është kryesisht tek ushqimi dhe cilësia e tij. Por pse jemi të lumtur? Ne këtu në këtë stend bëjmë pak diferencë nga gjithë stendat e tjera, sepse vim me bimët aromatike medicinale që janë pikë e fortë për Shqipërinë. Vim me vajin e ullirit që është shumë pikë e fortë për Shqipërinë. Vim dhe me industrinë përpunuese të agrikulturës, siç është Amel me teknologjinë supercritical. Për këtë unë jam shumë e lumtur sepse të gjithë takimet tona në stend kanë qenë shumë interes dhe e njohin Shqipërinë për këto vlera. Ka interes jashtëzakonshëm për vajin e ullirit, patjetër dhe për bimët medicinale, por dhe për përpunimin e bimëve medicinale dhe për të krijuar lëndë të para për industrinë e ushqimit, interesi është shumë i madh. Prandaj unë do të kthehem në Shqipëri dhe do propozoj si ke mundësitë e mia që kjo industri të zgjerohet sa më shumë dhe ne si Shqipëri tashmë të kemi patentat tona të përpunimit të bimëve medicinale. Ju përshëndes, kalofshi bukur.